Në këtë edicion do të ndiqni. Pse nuk po ndriçohet kisha në Vogov, cilat janë arsyet? Antarët e shoqatës Handikos Gjakova dhe Park Foran shënuan ditën e personave me aftësi të kufizuar. Rajko Krivokapić, trajneri I ri basketbolistëve të vllaznimit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mos vazhdimi I traditës së ndriçimit të kishës dhe hapësirave përreth në fshatin Vogov, këtë fundvit kanë ngjallur diskutime. Pas publikimit të materialit të djeshëm, menjëherë kanë vërshuar komentet në të cilat fajet për mos ndriçim adresohen diku tjetër. Ndjekim kronikën. Ditët e fundit është folur për stolisjen me drita të Krishtlindjes në fshatin Vogov, për të cilën edhe televizioni Syri kishte realizuar një kronik, ku nga organizatorët fillimisht ishte thënë se drita do të vendosen, e kisha do të zbukurohet edhe këtë vit. Mirë po dje disa banori kanë thënë mediumit ton se dritat nuk do të vendosen, për arsye se nuk ka rini dhe vullnet për këtë. Nga disa komente të adresuara nga banorët është thënë se dritat e Krishtlindjes nuk janë vendosur, sepse nuk dëshiron prifti dhe kisha. Ne kemi kontaktuar persona kompetent në famullinë e Gjakovës, të cilët kanë thënë se ata kanë dëshirë që çdo vend të stoliset dhe të vendosen dritat e Krishtlindjes, dhe se vetë ata janë nxitës për këtë. Se I përket komenteve në rrjetet sociale se kisha nuk pas ka dëshirë për ndriçim, ata kanë deklaruar se këto janë akuza të ulta dhe se nuk dëshirojnë të merren me këto komente. Lidhur me këtë çështje ne kemi kontaktuar edhe kryetarin e fshatit Lek Maksuti, I cili përmes telefonit ka thënë se si vjet nuk ka pasur resurse njerëzore ose gatishmëri për vendosjen e dritave, pasi shumë banor kanë qenë të zënë me punë. Ai ka shtuar se vitin e ardhshëm Vogova do të vazhdoj traditën edhe më mirë, duke zbukuruar fshatin me më shumë drita e zbukurime tjera. Një person ka mbetur I lënduar pasi është goditur nga një vetur. Materiali në vazhdim na njeh me detaje nga ky aksident. Një person I lënduar si pasojë e goditjes nga vetura është dërguar në spitalin Isa Grezda për të marrë trajtim mjekësor. Sipas specialistit të mjekësisë emergjente Afrit Dervishi, I lënduari ka marrë trajtimin e parë në repartin e emergjencës dhe gjendja e tij po vlerësohet nga ekipet mjekësore. Rreth orës 13, autoambulanca Arovecit e ka pasur një aksident komunikacioni ku I përfshirë ka qenë një këmbësor. Për momentin është në ekzaminim më sipër, si duket ka lëndime të lehta trupore. Ndërkohë, drejtoria rajonale e policisë në Gjakov ka konfirmuar se rasti ka ndodhur rreth orës 12. Sipas saj, policia ka pranuar informaten se një person po trajtohej fillimisht në qendrën e mjekësisë familjare në Rat Koc të Rauvecit, pas një aksidenti që kishte ndodhur në fshatin Dejn, ku ishin përfshirë një vetur dhe një këmbësor. Këmbësori ka pasur lëndime dhe më pas është transferuar në qendrën emergjente në Gjakov për trajtim. Ekipet policore bashkë me njësinë rajonale të trafikut rrugor janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me rastin, ka shtuar Krasniqi. Handikos Gjakova ka shënuar sot ditën e personave me aftësi të kufizuara. Në këtë takim u tha se aftësia kufizuar nuk është thjesht një çështje e shëndetit publik, por gjithashtu e të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të shoqërisë. Me rastin e 3 dhjetorit të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, Handikos Gjakova në bashkëpunim me Park Foran Gjakova dhe me mbështetjen e OSBE-s organizuan një aktivitet ku morën pjesë edhe nxënës nga disa shkolla fillore të qytetit. Fëmijët përmes mbishkrimeve kreative përcollën mesazhe pozitive për përfshirje dhe barazi. Në këtë aktivitet foli drejtoresha e Handikos Gjakova, Brilanda Ballata, e cila theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së vazhdueshme për personat me aftësi të kufizuara. Sot po vazhdoj me aktivitetin tjetër kulturor për nder të 3 dhjetorit ditës së personave me aftësi të kufizuar. Këto aktivitete janë duke realizuar
për vetëdijsimin e personave dhe shoqërisë dhe institucioneve se personat me aftësi të kufizuar duhen të përfshihen në të gjitha aktivitetet dhe pozitat edhe në sport edhe në arsim edhe në shëndetësi. Po ashtu, Stilian Hoda nga Park Ferran Gjakova tregoi për bashkëpunimin dhe qëllimin e kësaj iniciative. Qëllimi kryesor është që mi përfshi, domethënë gjitha shtresat e shoqërisë, përfshi edhe njerëz me aftësi të kufizuara, mi bë pjesë të shoqërisë tonë, që edhe pse jo me asgjat një dorën njëri tjetrit. Në çdo ditë. Për këtë aktivitet i cili u mbështet nga komuniteti në këtë ditë të veçantë, kënaqësia ishte edhe për Arlind Avdullahun. Gjithçka ka shkuar në rregull, faleminderit shumë edhe pyetyer për gjithë këtë organizim. Sot është dita e ndikosit ku kemi vrapuar që të gjithë. Faleminderit gjitha shkollave, Yllmorinës e gjitha shkollat tjera pjesëmarrëse. Ndërsa një nxënëse pjesëmarrëse tha se është e lumtur që pati mundësi të marrë pjesë në këtë aktivitet. Sot përnder të ditës botërore të njerëzve me aftësi të kufizuarve, si shkollë kemi ardhur për të parë garën e tyre, pa marrë parasysh ndjenjave dhe emocionin që kanë ata në të barabartë me ne. Aktiviteti përfundoi me thirrje që përfshirja dhe mbështetja për personat me aftësi të kufizuara të mbetet përkushtimi i përditshëm i komunitetit. Mbetemi të tema e njëjtë dhe sjellim një tjetër kronikë e cila na njeh me më shumë aktivitete që zhvillojnë fëmijët me aftësi të kufizuara në shkollën Zekria Rexha. 3 dhjetori shënohen ndërkombëtarisht si dita e personave me aftësi të kufizuar. Drejtori i shkollës Zekria Rexha, Pleurat Rudi, ka treguar për klasën burimore që gjendet në shkollë, ku fëmijët me aftësi të kufizuara në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe asistentët adekuate realizojnë aktivitete të ndryshme. Pos kësaj, Rudi ka treguar edhe për tranzicionin që ka pasur klasa burimore. E ka pas një lloj tranzicioni klasa burimore për të vetëm në arsye se me kohën se cilën gjë, domethënë është kriju edhe është vetë kriju prej natyrshëm edhe prej rrethonave të cilat janë kriju. Së pari ka qenë është duk sikur klasë speciale për nxënës të fëmijë me nevoja të veçanta në këtë aspekt. Pastaj më vonë është quajtur si klasa bashkangjitur, ndërsa tash me një vendim nga Ministria e Arsimit quhet klasa burimore. Klasa burimore ka disa aktivitete pak më ndryshe se sa klasat e bashkangjitura, për të vetëm në arsye se këtu përveç qëndrimit që e bëjnë nxënësit fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët janë ata me gjendje pak më të rëndë shëndetësore, këtu realizohen edhe aktivitete të ndryshme në kuadër të aktivit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Normalisht që realizojnë aktivitetet të ndryshme, qoftë për festa të ndryshme, qoftë për data të shënuara, të cilat duhet të realizohen me këtë shtresë të fëmijëve me nevoja të veçanta këtu në shkollën Zekria Rexha. Sa i përket numrit të mësimdhënësve apo asistentëve për fëmijë me aftësi të kufizuara në shkollën Zekria Rexha, Rudi tha se nuk është i mjaftueshëm. Sa i përket kësaj pjese nuk është e mjaftueshme numri i mësimdhënësve ose asistentëve për fëmijë me nevoja të veçanta që gjenden në shkollën Zekria Rexha, për të vetëm në arsye se numri afërsisht i fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollën Zekria Rexha është 40 dhe nëse e bëjmë një matematikë thjesht, neve do të na duhen afërsisht 20 asistentë të jenë në shkollën Zekria Rexha, në bazë të udhëzimit administrativ siç e përcakton punën dhe detyrat e asistentës, por normalisht për momentin janë 3 mësuese mbështetëse që realizojnë aktivitetet ditore me fëmijë me nevoja të veçanta këtu në shkollën Zekria Rexha dhe normalisht janë edhe 2 asistente të cilat gjithë këtë barë, gjithë këtë punë dhe gjithë këtë mund e realizojnë në shkollën Zekria Rexha. Për fund, Rudi u shpreh se në këtë ditë ndërkombëtare dhe jo vetëm, është me rëndësi që t'i duam, t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim personat e veçanërisht fëmijët që janë me aftësi të kufizuara, sepse ata adhurojnë dashuri të pakushtëzuar. Gjakova bashkë me Prishtinën, Pejen e Podojeven po vlerëson si komuna të prekura nga shpëllëzimi. Kështu ka bërë të ditur në një lidhje virtuale Lutrim Krasniqi nga organizata GIS Group of Kosova. Në një raport të publikuar nga kjo organizatë janë dhënë edhe detajet të tjera të cilat flasin për rëndësinë e projekteve të shpëllëzimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve për të ruajtur ekosistemet dhe klimën. Grupi i Kosovës për sistemet gjeografike të informacionit ka publikuar të dhënat më të fundit për ndryshimet në sipërfaqet pyjore në vend, ku periudha 2000-2023 paraqet një trend alarmues të humbjes së pyjeve në nivel kombëtar.
Në kuadër të këtij raporti kombëtar, Gjakova renditet ndër komunat më të prekura nga shpillëzimi. Eksperti i GIS-it Leutrim Krasniqi, i cili tregoi se ka analizuar posaçërisht zonën e Gjakovës. Analiza që kam zhvilluar unë është e bazuar në dhënat Landsat nga dataseti kombëtar Hasen Global Forest Change, duke mbuluar periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2023. Këto të dhëna na lejojnë që të monitorojmë vit pas viti për ndryshimet në sipërfaqet pyjore. Rezultatet në këtë trend të vazhdueshëm na tregojnë që kemi humbje të sipërfaqeve pyjore. Nëse ndalemi ose thellohemi më shumë në komunën e Gjakovës, atëherë shohim se gjatë periudhës 23 vjeçare, prej vitit 2000 deri në vitin 2023, kemi humbje totale të pyjeve prej 1293 hektar, apo 12.9 kilometra, në të njëjtën kohë, një hapësirë e caktuar e komunës ka pasur rigjenerim të pyjeve, që do të thotë se ka shtim për periudhën 23 vjeçare prej 313 hektarëve apo 3.1 kilometra, mirë po, gjithsesi humbja është më e madhe në krahasim me shtimin, që do të thotë se për periudhën 23 vjeçare janë gjithsej 900 hektar apo 9 kilometra në katror që ka pasur humbje në komunën e Gjakovës. Krasniqi nënvizon se zonat perëndimore të Gjakovës janë më të rrezikuarat me prerje më intensive. Ai thekson se faktorët kryesorë që kontribojnë në këtë situatë janë prerjet ilegale, pastaj zgjerimi i infrastrukturës, zjarret sezonale, bujqësia dhe blegturia në zonat pyjore, po ashtu edhe jo menaxhimi efikas i pyjeve. Në bazë edhe të analizës që është bërë, zona ose pjesët perëndimore janë më të rrezikuara edhe shfaqen si zona me prerje më të mëdha të pyjeve. Sigurisht që faktorët që kanë kontribuar në prerjen e pyjeve janë prerjet ilegale, pastaj zgjerimi i infrastrukturës, zjarret sezonale, bujqësia dhe blegtoria në zonat pyjore, po ashtu edhe menaxhimi jo efikas i pyjeve. Sipas tij, humbja e pyjeve po sjell pasoja të drejtpërdrejta për mjedisin dhe komunitetin lokal, duke rritur erozionin e tokës, duke ndikuar në klimën lokale dhe duke shkatruar probleme në rrjedhat e lumenjeve, përfshirë rrezikun e përmbytjeve. Këto prerje të pyjeve sigurisht që paraqiten edhe me pasoja serioze edhe për mjedisin edhe për komunitetet lokale, duke filluar nga erozioni i tokës, pastaj duke ndryshuar edhe atë klimën lokale të zonës apo të hapësirës përreth, pastaj duke ndikuar edhe në çështjet e lumenjeve, të cilat mund të rrisin edhe përmbytjet, por edhe çështjet e tjera. Në njoftim theksohet se këto të dhëna ngren alarmin për nevojën urgjente të projekteve për ripyllëzimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, si një parakush për mbrojtjen e natyrës dhe alancave klimatike në vend. Gjuetja e mbeturinave në vende të padestinuara po vazhdon të mbetet shqetësim për shumë persona. Kamera e televizionit Syri shumë shpesh ka regjistruar pamje të cilat flasin qartë për një imazh as pak të mirë të kësaj problematike. Sot ndërkaq kamera jon ka ndaluar në fshatin Zhub, ku për shkak të mbeturinave të shumta është dëmtuar rënd një pjesë e konsiderueshme e zonës së Gjelbërt. Kjo pamje vjen nga fshati Zhub i komunës së Gjakovës, ku një pjesë e malit është shndruar plotësisht në deponi të mbeturinave, kryesisht inerte. Në këtë zonë, sipas banorëve, mbeturinat kanë zënë pjesë të hapësirës dhe një pjesë e natyrës është dëmtuar rënd. Ata thonë se kjo pjesë e fshatit dikur e pastër tashmë është bërë pothuajse e pabanueshme për shkak të ndotjes së madhe. Banorët kërkojnë që institucionet komunale dhe organet përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për ta parandaluar përhapjen e kësaj deponie ilegale, e cila po zgjerohet ditë pas dite. Para kamerave, ata thanë se shumica personave që sjellin mbeturina, sidomos ato inerte, vijnë nga fshatrat të tjera dhe madje edhe nga qyteti. Sipas tyre, hedhja e mbeturinave është bërë një praktike e përditshme, duke kthyer zonën në një pikë të zezë mjedisore që po dëmton edhe shëndetin dhe cilësinë e jetës së banorëve.
Basketbollistët e vllazënimit tashmë dhe zyrtarisht kanë trajnerin e ri. Klubi ka arritur marrëveshje me trajnerin Rajko Krivokapić, i cili vjen në Gjakov pas 2 edicioneve të kaluara së fundmi me ekipin e Podgorica B-Max në Maltezi, si dhe ABA Liga 2. Klubi i basketbollit Vllaznimi, pas përfundimit të bashkëpunimit me trajnerin Jeronimo Sharin, ka zhvilluar seancën e parë stërvitore në drejtimin e trajnerit të ri, Rajko Krivokapić, i cili është emëruar dje. Kryetari i klubit, Ideal Bakia, tha se këto ditë ka ndodhur zhvillime të rëndësishme në klub dhe se qëllimi kryesor është konsolidimi i ekipit. Në mbledhjen e fundit që kemi pas në bordi dhe kryesia kemi vendosur që me ndru trajnerin. Gjithmonë duke pas parasysh që na vjen një ndrim në atmosferë pak edhe me jap pak më shumë pozitivitet skuadrës, ndoshta pak ndrimi i energjisë, sepse ne besojmë te lojtarët që janë këtu që mundën me performu pak më mirë edhe me pas një rezultat pak më të mirë si klub. Trajneri i ri kemi pas referenca të mira për të që sjell energji të re pozitive. Sipas Bakis, Vllaznimi nesër do të luajë në palestrën Shaninushi kundër klubit të basketbollit Bashkimi. Ai shtoi se atmosfera në ekip është e mirë, por të gjithë janë të vetëdijshëm se i presin ndeshje të vështira gjatë javëve në vazhdim. Nesër në orën 18:45 kemi ndeshjen me Bashkimin në sallën tonë, por do të kemi edhe 2 ndeshje tjera shtu në Shaninush, kështu që për 7 ditë na presin diku 3 ndeshje brenda në Shaninush në Gjakov. Bakia shtoi se pret nga kjo ndeshje dhe ato në vijim që ekipi të arrijë rezultate pozitive. Besoj që do të kemi disa paraqitje të mira të ekipit, dihet që këto kundërshtar që i kemi përballë janë tepër cilësor, po Vllaznimi besoj që ka më tregu ndeshje të mira. Aktualisht Vllaznimi rënditet në vendin e parafundit në Superligën e Kosovës në basketboll, me 7 humbje dhe vetëm 1 fitore pas 8 ndeshjeve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Pse nuk po ndriçohet kisha në Vogov, cilat janë arsyet? Antarët e shoqatës Handikos Gjakova dhe Park Foran shënuan ditën e personave me aftësi të kufizuar. Rajko Krivokapić, trajneri i ri i basketbollistëve të Vllaznimit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.